Përshëndetje të nderuar shikuesi, ku po ritakojmë sërish së bashku me emisionin Gjurmët. Dhe në fakt nuk mundet sot të diskutojmë për diçka tjetër përveç se karburantit. Nda nuk e di nëse ka shtëpi, nëse ka anvisëri, nëse ka në një tavolin shokësh, ose kështu le themi tavolin shoqërore, në cilën nuk është diskutuar së paku një herë rritja e çmimeve të naftës, benzinës apo karburanteve në përgjithësi, ajo ndjenja e panikut që zakonisht krijohet kur kemi këto rritje të çmimeve dhe në fakt, po të mund vërtetën, unë u ktheva me një herë në fillimin e pandemisë, ku njerëzit pritnin radh për të bler miell edhe vaj, sepse konsideroheshte se s'do kemi produkte bazë për jetesë, dhe në fakt ma dha atë ndjenjë ato video të cilat edhe ne si media i shfaqëm, ku njerëzit me orë pritnin radh në pikat e karburanteve, ankesat që pikat e karburanteve nuk kanë pasur naftë dhe gjithashtu edhe ato tendencat për të mos shitur naftë me çmim të ulët, duke pritur edhe çmimin e lartë për të hënën. Në fakt, gjitha këto po na vinë si një pasojë e lëvizjeve gjeopolitike të cilat po ndodhin në nivel global. Në fakt, luftrat janë bë kryefjalë tashmë e çdo medie, e çdo le të themi çdo çështje më të madhe diskutuar, sepse patjetër kur një pjesë e botës nuk është në paqe dhe nuk është në qetësi, as pjesa e tjetër e botës nuk mund të jetë, sepse sidomos në rastet kur varemi si në aspektin e karburanteve, energjetikës, po edhe më shumë. Ne në fakt ditën e sotme do t'ja dedikojmë pikërisht kësaj teme, do flasim më detajisht për atë se si ndikon tek ne, ato ulja e akcizave, ulja e TVSH-s, po më pas edhe këto çështjet e pikave të karburanteve, cilat janë ndoshta ato lëvizje të cilat ne mund t'i presim edhe në të ardhmen. Kështu që me mua këtu në studio është Durim Zeqiri, është drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Mirë se na erdhët. Mirë si ju gjeta era, faleminderit shumë për ftesën dhe është kënaqësi të jem mysafir në televizionin tuaj. Unë do të di si është ti je drejtor ekzekutiv i një, le të themi kështu, një organizimi kaq të rëndësishëm në kohë krizash, dhe quajmë kohë krize sepse ashtu ndoshta pak e ndjejnë qytetarët, por siç e dim nuk është shpallur gjendje krize nga ana e qeverisë. Mbase konstatimi juaj është i saktë, s'paku nga ajo që ne si qytetar, sepse në radhë të parë që të gjithë jemi ne qytetar këtu, dhe nga ajo që e shohim nga lëvizjet dhe nga diskursi, nga tematikat të cilat janë bë aktuale në vend, mund të kuptojmë që nëse nuk jemi në krizë, së paku jemi nisur drejt asaj. Mendoj që nuk është diçka shumë alarmante së paku në këtë fazë, duke pasur parasysh që vendi ynë përgjatë viteve të kaluara është përballur edhe me situata edhe më të vështira, përfshirë këtu Covidin, të cilin ju edhe ju e potencuat, por edhe krizën energjetike që kulminoi në vitin 2022, ku shumë qytetarë, shumë kompani pësuan rënd, qoftë në plan financiar apo edhe në plan operativ se jo përket kompanive. Dhe mendoj që tani më si shtet dhe si shoqëri, sa do pak kemi fituar edhe një eksperiencë të cilën nuk e kemi pasur më herët për t'i menaxhuar krizat çfarë do lloji qofshin ato, sepse e dini që kriza e Covid-19 ishte diçka e paparë për globin e jo vetëm për ne, andaj mendoj që nuk është edhe aq shumë alarmante, por ndoshta duhet të ndizet semafori i verdhë që të kemi kujdes. Së pari më vjen keq që ta them, unë këtë e them jo si drejtor ekzekutiv i Odës, por e them si qytetar, si njeri i cili jeton në një shoqëri ndoshta shumë të hapur sa i përket ndjesisë për popull tjerë, dhe mendoj që neve edhe kemi edhe një krizë humanitare në nivel global, nuk është vetëm krizë politike apo ku ta diun se çfarë, dhe mendoj që në prioritet duhet të jetë zgjidhja e problemit, konfliktit që të mos ketë dëm qoftë në jetë të njerëzve apo pastaj edhe materiale ekonomike kështu me radhë. Por duke pasur parasysh brishtësinë e shtetit tonë dhe madhësinë e saj si ekonomi, por edhe në plan demografik gjithnjë, mendoj që nuk duhet shumë elaborim për të kuptuar që ne jemi shumë të mvarur nga ndodhit që ndodhin në vendet më larg, e sidomos në rajonet ku neve jemi të mvarur sa i përket energjensve, gjithsesi derivateve nga fosilet, nafta, benzina e kështu me radhë, dhe mendoj që shteti ynë duhet të ndryshojë qasjen e saj
në raport me këto çështje, sidomos energjetikën, duke pasur parasysh që kemi element shumë të theksuar të zhvillimit dhe të rritjes ekonomike të vendit tonë. Edhe në këtë pikpamje mendoj që duhet të ndrohen strategji, duhet të ndrohen disa ligje të caktuara, disa nene të caktuara të atyre ligjeve, që mos të hyjmë në detaje, me qëllim që pastaj edhe shteti në raste të tilla të ketë një hendek më të gjerë të zonës së relaksit apo të themi të komfortit, që të mos krijohen panik dhe që të mos kemi fluktuacione, gjithsesi të mos kemi inflacion të skajshëm siç është duke u paralajmëruar se do ndodh. Mekanizmat ekonomik atë e paralajmërojmë, pra çdo aksion ka dhe reaksionin e saj dhe njëra prej reaksioneve që do të jetë në rast se kjo rritje e derivateve si dukuri që u përhap këtë javë vazhdon të qëndroj si e tillë në periudhën që vjen, atë mendoj që natyrisht se gjithçka do të reflektohet edhe tek çmimet e konsumit të përgjithshëm dhe kjo nuk do të thotë se nuk mund të menaxhohet, por nuk do të thotë se me menaxhim të mirë nga ana e qeverisë do të kthehemi në pikën zero ku ishim paraprakisht. Por duhet të kemi parasysh që kriza do të ketë efektin e saj në rast se e njëjta zgjat dhe natyrisht se do t'i rëndon bizneset, do t'i rëndon qytetarët, do t'a rëndon edhe qeverinë, ku më pas do të vijen në pikpyetje shumë iniciativa qeveritare apo edhe të bizneseve, ku do të vijen në pyetje edhe shumë investime të bizneseve, pastaj edhe të qytetarëve kështu me radhë. Dhe kjo është, të themi, është një zinxhir i lidhur nga njëri skaj në skajin tjetër, pra është një cikël i cili nuk mbaron derisa nuk ndërpritet ky efekt negativ që vije nga jashtë. Në fakt, ju përmendët disa pjesë, ne do ndalemi dhe do t'i diskutojmë të njëjtat në vijim, mirë po për ta sqaruar për gjithë qytetarët që ndoshta i ndjekin lajme çdo ditë, ndjekin politikën ditore, le të themi edhe në rrjetet sociale, mirë po nuk e kuptojnë qartë se përse një luftë në lindjen e mesme mund të ketë pasoja tek ne që jemi komplet në një kontinent tjetër, jemi shumë larg, përse e shohim ne efektin kaq të madh. Në fakt, kemi vite prej kur ka filluar lufta me Rusinë, me Ukrainën, Izraeli me Hamasin, që i flasim të njëjta gjëra, flitet energjetika, flitet karburanti, si është e mundur, si vjen kjo shkak pasojë deri tek ne? Po e dini që globalizimi e ka bërë të vetën që ekonomit në përbot, kur thamë ekonomit flasë për shtetet dhe kapacitetet e tyre ekonomike, kanë krijuar identitetet e tyre ekonomike. Për shembull, jo çdo shtet është i mirë në çdo sferë ekonomike. E keni parasysh, varësisht nga resurset natyrore, pastaj edhe nga kapacitetet njerëzore, humane të atyre shteteve përkatëse, dhe mendoj që ajo e ka bërë që shtetet të globalizohen, të krijojnë partneritete në mes vete që të jenë komplementar në plotësimin e atyre zbrastirave ekonomike që i kanë, e potencova më herët. Lindja e mesme është furnitori numër 1 në botë, flas si region, sa i përket derivateve të naftës, që deri sot rezulton të jetë një nga kryesorët sa i përket energjensve. E dini që energjia elektrike dhe derivatet nga fosilet janë më të rëndësishmet, por e dim që edhe një pjesë e konsiderueshme të themi energjisë elektrike prodhohet nga derivatet gjithsesi nga gasi natyral, qoftë ajo gasi i naftës që i thonë, apo metani, propani dhe butani kështu me radhë. Dhe mendoj që kjo e bën atë problematik. Pra neve kur mvaremi në nivel global, mvaremi nga një region për të dirigjuar çmimet e një produkti apo të një shërbimi të caktuar, siç është në këtë rast produktet e naftës, mendoj që kjo e bën shumë qartë nëse atje ka ndonjë krizë, nëse atje ka ndonjë ndërprerje të ndonjë cikli të themi prodhues apo ku të diun çfarë, siç është rasti për shembull tani me konfliktin, dhe dini që në lindjen e mesme ka 2 kanale detare të cilat janë shumë të rëndësishme. E kishim edhe më herët edhe kanali i Suezit kur u mbyll, u paraqit një krizë kështu ad hoc e pa parapar për shkak të një aksidenti që ndodhi. Dhe mendoj që e njëjta shpërfaqet edhe këtu, edhe duke u nisur nga ky prizmë kuptojmë që ndërprerja e produktit, gjithsesi e prodhimit të një produkti të caktuar nga një vend që shumë faktorë në raport global do të reflektojë edhe në shtete tjera. E dini që në Evropë përveç Norvegjisë nuk nifen ndonjë shtet që ka kapacitete të larta të prodhimit të produkteve, mendoj të derivateve.
ndërka që shtetet tjera janë të mvarra nga këto vise dhe e njëjta do të reflekton. Nëse i referohemi informacioneve të cilat neve i kemi nga antarësia jonë, e shohim që ka edhe zvoglim të ofertës nga furnitorët me shumicë nga jashtë. Pra, kompanitë tona të cilat punojnë në maqenin e verës, që punojnë me derivatet naftës, qofshin me shumica më pakicë, edhe ata furnizojnë nga dikun. Mirë po, sasit janë të limituara dhe kjo bën me njëherë që të ketë të kurje të ofertës edhe në tregun e vendit, me qka edhe e dini sistemi i kërkesës dhe ofertës është shumë i thjesht, por është shumë i qartë për ta kuptu. Kur kemi rritje të ofertës, atëherë kemi ullje të çmimeve dhe kur ka të kurje të ofertës, pra kur ka mungesë oferte, atëherë ka rritje të çmimit për shkak të kërkesës së madhe. Dhe kjo është ai fenomeni që jemi duke përjetu. Shpresojmë që duke pas parasysh potencialin tonë geopolitik, neve nuk mund të ndikojmë as pak ndoshta në ato rrethana të cilat janë duke u zhvillu atje. Mirë po mendoj që në rast se te kalohet kjo krizë sa më shpejt, gjithçka do të kthehet në normale, me shpresë që qeveria t'i thirret logjikës, këtë e kemi thënë çdo herë, të mos lejojë që së pari informacionet e klasifikuara siç janë për shembull rezervat shtetërore të dalin në pa. Unë dikun lexova tani se pas kemi naftë gjithsesi rezerva shtetërore dikun për 45 ditë, që unë mendoj që ky informacion duhet të jetë i klasifikuar dhe nuk duhet ta di gjithë secili, jo më të publikohet në internet. Por nëse është e vërtetë kjo, mendoj që kjo duhet të rritet, sepse mendoj që shtetet më të avancuara e kanë bërë pra atë bagazhin e rezervave kanë shumë më të lartë në rast të ndonjë krize dhe me ato rezervat të cilat shteti i ka në dispozicion mund të amortizoj krizën e inflacionit, gjithsesi duke plasuar diçka nga rezervat e saj në treg dhe me atë duke balancuar mendoj çmimet. Në anën tjetër, neve kishim periudhën e COVID-19, ku në atë periudhë po ashtu paraqit një krizë pak e ngjashme sa i përket edhe energjensve. Dhe më kujtohet që kostot operative të kompanive në atë kohë u rritën skajshëm, me çka u reflektua e njëjta edhe tek çmimet përfundimtare të produkteve. Edhe për skaj mungesës, pra kishte edhe një defekt tjetër në tregun tonë. Mendoj që ishte e gabimt atëherë, ndoshta, që u vendos taksa e gjelbërt sa i përket derivate, u vendos një 3.5 denar për litër taksa e gjelbërt dhe mendoj që në rast të ndonjë krize mund të konsiderohet edhe kjo e njëjta, që të tërhiqet e njëjta, nëse nuk gaboj, mbaj mend që ka qenë 3.5 denar, po nëse ashtu të mos më merrni për që thojnë kështu për kusur, sepse shumë statistika dhe ndoshta ndonjë gabon, por jam i bindur që ka qenë aq, dhe në rast se nuk mundet aty, atëherë kemi statistikat dhe dhënat zyrtare tregojnë që për naftën, gjithsesi për dizelin kemi dikun 15 denar kemi akcizë, ndërka që për benzinë është vlera është konsideruar shumë më e ulët, por në rast se ka nevojë atëherë shteti duhet të intervenojë pikërisht në atë pikë, për shkak se qytetarët janë të rënduar, bizneset janë të rënduar financiarisht, e dini që kemi një stagnim pak më të gjatë. Nuk është vetëm një vitit apo dy, por është një cikël i cili ka filluar qysh më herët dhe mendoj që këtu duhet të kemi parasysh edhe kapacitetet ekonomike të vendit, gjithsesi kompanive, por edhe të qytetarëve, duke pas parasysh që dikun mbi 67% të GDP-s e plotëson konsumin, gjithsesi qytetarët, pra shpenzimin dhe konsumin që ata e bëjnë në vend, dhe kjo nëse reduktohet për shkak të ndonjë krize, atëherë duhet të menaxhohet mirë. Ose të ndihmohen qytetarët që të mos reduktohet shpenzimi, ose në të kundërtën që të stimulohen ata të bëjnë kursime dhe pas te kalimit të krizës ata pastaj të investojnë apo të rrisin konsumin e tyre dhe me çka do të bëjë balansi. Mirë po vlerësoj që shteti ka mekanizma të mjaftueshëm për të menaxhuar këtë krizë. Arsyetimi që e kemi naftën më të lirë në rajon nuk mban pesh, vlerësoj, sepse e kemi pasur edhe para krizës, ndoshta, e kemi edhe tash. Dhe nuk duhet të jemi me standarde të dyfishta. Pra ne kur kërkojmë që të bëhet edhe energjia elektrike të bëhet e lirë një sigurisht siç është në rajon, atëherë nuk mundesh ka, ndërkaq te nafta që nga ky arsyetim. Mendoj që
Këta janë disa nga problemet pak më cerebrale sa i përket ekonomisë tonë. Duhet keni parasysh që energjia është aseti kryesor i çdo ekonomie moderne në ditën e sotit. Pra nuk ka shtet i cili nuk investon në energji, në ripërtrim të infrastrukturës, qoftë ajo energjetike, qoftë kjo me derivata, apo qofshin thëngjille e kështu me radhë. Mendoj që shteti jonë duhet të krijojë një strategji enkas për energjetik. Kemi ligjin e ri për energjetik që është në fazë implementimi, por që është duke përfaqur ato simptomat e para të cilat nuk kanë qenë të parashikuara. Nuk do të futemi në atë temë, po duhet të them që shteti duhet të krijojë strategji të mirëfillt sa i përket energjetikës, sepse ka qenë e ardhmja qysh nga fillimit edhe vazhdon të jetë një prej, të themi, shtyllave kryesore për zhvillim dhe për rritje ekonomike. Duhet ta bëjmë dallimin mes zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Rritje ekonomike mund të kemi ndonjëherë edhe pa dashje, për fat keq. E dini që kur ka inflacion të lartë vlerat hypin dhe ne shohim që kemi pas rritje të aktivitetit ekonomik në raport me vitin paraprak, por zhvillimi nënkupton rritje të kapaciteteve të ekonomisë në përgjithësi, gjithsesi rritje e kapaciteteve prodhuese, rritje e kapaciteteve të resurseve njerëzore në vende kështu me radhë, rritje e eksportit në plan afatgjatë dhe të qëndrueshëm, dhe kjo duhet të mos dëmtohet. Në rast se cenohet nga kjo krizë energjetike, gjithë kjo, mendoj që ne si OD gjithsesi se do reagojmë dhe kemi qenë të tillë çdo herë, por ja dhe vetë prezenca ime në këtë emision duke alarmuar për situatën që mund të na parapri, është edhe qasja jonë proaktive ndaj problemeve të cilën e kemi pas. Ne në vitin 2021, në fillim të saj, kemi paralajmëruar për krizën energjetike dhe dini se çfarë ndodhi. Pra, e mbani mend kur për shkak të një krize energjetike çmimet u ngjetën shumë lart dhe kishte pakënaqësi edhe të qytetarët edhe të biznesit e kështu me radhë. Por pastaj vijnë edhe implikacione tjera në rast se ekonomia nuk rekuperohet me mekanizmat e saj që qeveria i ka në dorë. Pastaj kemi edhe çështje tjera problematika, siç është për shembull buxheti i vitit 2026. Dini që kemi një tkurrje shumë të ulët të investimeve kapitale në raport me atë se çfarë është parapar në buxhetin e vitit 2025. Dhe këto implikime janë, të themi, zinxhir, që njëra e tërheq tjetrën dhe kështu me radhë është një cikël i pandalshëm derisa nuk merren masat konkrete. Andaj, vlerësoj që qeveria duhet të bashkëpunojë me sektorin privat, gjithsesi me odhat ekonomike, për shkak se neve jemi në përditshmërinë tonë duke u përballur me këto problematika. Ju tregova më herët, kemi indikacione nga antarësia jonë që tregojnë që është kurrë edhe oferta nga jashtë. Pra dhe nëse aty e kemi ato të lashta, atëherë mendoj që efektet do vinë tek pas një periudhe të shkurtër. Janë përmendur akcizat, janë përmendur TVSH-ja, është përmendur ulja e tyre në mënyrë që qytetarët ta vërejnë sa më pak këtë ngritjen e karburanteve, dhe në fakt dje pastaj kishim edhe një njoftim tjetër që s'do ketë ulje të çmimit të karburanteve pavarësisht uljes së berzës botërore. Ta sqarojmë pak për qytetarët, nëse do uleshte TVSH-ja, si do të ndikonte te qytetarët, akciza, si atë shkak pasojën, sepse këto janë pak terme ekonomike dhe ndonjëherë harrojmë t'i sqarojmë. Ishte e befasishme edhe për mua kur dëgjova që u ndryshua pra qasja ndaj kësaj krize. Fillimisht ju kujtohet që qeveria gjithsesi krerët e saj paralajmëruan ulje të akcizave përkohësisht për të amortizuar situatën. Por e potencuar më herët, pastaj pas disa deklaratave kuptuam që nuk do ketë, sepse treguan që kemi më të lirët në rajon. E elaborova këtë pikpamje, mendoj që këtu shteti nëse ka ndonjë informacion që neve nuk e kemi, atëherë do të ishim shumë të lumtur, sepse presupozoj që ata e dinë që kriza do të përfundojë shumë shpejt. Por e dim që nuk është një situatë e tillë. Mendoj se duhet të intervenohet, sidomos nëse kjo krizë gjatë së paku më shumë se 2 javë dhe fillon të reflekton, e potencuar më herët, pra gjithçka të reflekton në raftet e marketeve, pra ku konsumatori duhet të blej produktet për konsum. Edhe atëherë mendoj që akciza së paku të ullet është një vlerë pak më e konsiderueshme, më e lartë, e cila do të na kthente në pikën 0 ku ishim më herët. Së paku përkohësisht dhe së paku pjesërisht të ullet, nuk ka nevojë që të ullet e tëra. Pika e dytë, TVSH-ja po ashtu, por te TVSH-ja ka pak edhe implikime tjera të cilat pastaj mund të
shpërfaqen dhe jemi të bindur që nuk ndodh ajo. Çfarë kemi ne problem si shoqëri, si shtet, si ekonomi, që ndërlidhet me pyetjen e juaj, është pikërisht vullneti dhe guximi për të ndërmarrë hapa të duhur për të amortizuar problemet e caktuara të cilat na kanë ndodhur. E dini gjatë krizës vitit të kaluar, kur kishte një inflacion i cili në vazhdueshmëri shkonte duke u rritur si normë, ne si OT kërkonim që në plan afatshkurt ad hoc, pra si masa, të propozonim që të ulen tarifat doganore për produktet të caktuara, sepse vlerësonim që duke qenë se jemi shtet me prodhim më të vogël nga ajo se importojmë, atëherë mendoj që duhet të goditet aty nga ku edhe shkaktohet rritja. Andaj mendoj që mos ndërgjimi i qeverisë në këtë pikë dhe mos përfile e kërkesave të biznesit në përgjithësi dhe më pas rezultonte që pësonte qytetari rëndomt në fund të ditës, por ata e kanë shpresën se me një populizëm do të ambulojnë veten dhe pastaj do të hedhin fajin mbi kompanitë apo mbi nuk e di unë individ të caktuar apo grupeve kështu në plan kolektiv. Mendoj që ajo ndoshta i ka nxitur që duke menduar se do të amnestohen pra të mos na përfillin kërkesat tona. E njëjta është edhe këtu. Mekanizmi i vetëm, duke qenë se nuk kemi naftë, ne nuk prodhojmë naftë, mekanizmi i vetëm për të amortizuar çmimet sa i përket derivateve pastaj edhe të produkteve, sepse e dini që transporti është një prej elementeve kyçe të sektorëve që ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve, në kontrollimin dhe stabilizimin e çmimeve kështu me radhë. Nëse kostot e transportit rriten, padyshim që çdo produkt që transportohet do të kalkulohet edhe shpenzimi i rritur shtesë në atë produkt. Dhe kjo do të rezulton me çmime përfundimtare të rritura. E më pastaj kemi përsëri frikën që do të kthehemi në ngrirje të marzhave, në ngrirje të netofitimit të marzhës tregtare e kështu me radhë. Mendoj që ato kanë qenë të gabuara dhe jemi mirënjohës ndaj qeverisë për kuptimin që e kishin ndaj kërkesës tonë që të ndërpriten. Mirë po, dua të them se masat më adekuate janë ato që i potencova më herët, që i potencuat edhe ju. Kemi TRSH-n, kemi tarifa doganore, kemi akciza, kemi taksën e gjelbët që e potencova. Në rast se ato përkohësisht pezullohen, mendoj që do të kemi një stabilizim. Por duhet pasur parasysh edhe një fakt tjetër që shteti ka edhe një problem tjetër, e që është problemi me arkëtimin në arkën shtetërore, grumbullimin dhe faktikisht mbushjen e buxhetit. Ju e dini që në vitet paraprake madje qeveria e kaluar erdhi me një ide në thojza briljante sa i përket tatimit solidar, duke i tatimuar bizneset vetëm që të mbushin ato grupat buxhetore, që mendoj që është sakt. Në plan afatshkurt ju tregoj që nuk do të ketë ndonjë, kjo është mendimi ynë si OT, nuk do të kenë ndonjë implikim shumë të lartë në rast se në plan afatshkurt menaxhohet kriza energjetike gjithsesi e derivateve me ulje të akcizave, ndërkaq që sa i përket arkës shtetërore që e potencova, ju e dini që kemi kompani ndërmarrje publike që punojnë me humbje, me qindra miliona euro janë në humbje çdo vit nga ato ndërmarrje publike, dhe mendoj që nëse është brenga aq e madhe për buxhetin siç pretendohet, le të fillojnë nga ndërmarrjet publike, le t'i përmirësojnë dhe le të nxjerrin faktikisht le të nxjerrin në pah ato se çfarë është punu dhe të japin llogariat ato të cilët kanë dëmtuar buxhetin duke i dërguar në humbje të ndërmarrje publike. Një iniciativë e tillë e pas që ishte në NR tani për ligjin i cili pretendon që në të ardhmen do t'i thirrë në llogari të gjithë ata që shkaktojnë humbje të mëdha. Më duhet të them parashikuesve tuaj dhe në televizionin tuaj që kjo kërkesë ka qenë e kahmoçme jona dhe në çdo paraqitje televizive dhe në çdo takim me institucionet e kemi kërkuar të njëjtën. Por e kemi parasysh edhe arsyetimet të cilat do të jenë nga qeveria, do të jenë pra arka shtetërore, pikërisht nga këto derivate plotësohet e kështu me radhë. Por duke e pasur parasysh rëndësinë e një fuqiblese të shëndosh, unë mendoj që në rast se zgjat kriza duhet bëhet një sakrificë, sakrifica duhet të jenë pikërisht to shpenzimet dhe kostot të cilat kanë bëjnë në sistemin tatimor të vendit tonë, e potencuar më herët
dikun 15 denar kemi për litër sa i përket naftës gjithësisht dizelit, dhe mendoj që aty mund bëhet. Statistika tregojnë që në ditë konsumi i dizelit është diku 1800 ton, ndërka që konsumi i benzinës i të gjitha kategorive, pra me plumb, pa plumb, që janë ato me 98, me 95 oktane kështu me radhë, është diku në 200 ton. Pra kemi një diferencim shumë të madh, diku në 6-7 fish mes tyre dy llojeve, dhe mendoj që pikërisht kjo më e shtrenjta, kjo më e përdorura u shtrejtua më shumë. E kuptojmë, jemi shtet i varur nga importi dhe shumicën e importit e bëjmë përmes transportit rrugor, dhe këtu duhet të kemi pak më tepër kujdes, por nuk nënkupton që qytetarët duhet të bëjnë panik. Neve kemi një sektor privat i cili është shumë i shkath dhe shumë i fuqishëm, mirë po në raste individuale kemi pasur shkelje të pozicionit në treg nga shumë kompani, e andaj këtu shfrytëzoj rastin, po ashtu dhe t'i bëj thirrje dhe Komisionit për mbrojtje të konkurrencës që të del në terren dhe të evidenton. E dini që kemi pasur shumë raste ku ndoshta një kompani me një pozicion më të mirë, me zinxhir më të lartë të pikave të shitjes, të çfarëdo lloji të tregut, ka bërë shkelje dhe madje edhe kemi ndëgjuar edhe për organizimin e karteleve që u dënuan disa kompani para disa muajsh, dhe mendoj që Komisioni për mbrojtje të konkurrencës duhet ta bëjë pikërisht atë. Kishim shkelje në disa ditë më parë, kishte pretendime nga qytetarët që pikat e karburanteve nuk jepnin më karburant për shkak se pritnin rritje të çmimeve. Institucioni nga ana tjetër nuk e konfirmuan të njëjtën, mirë, por në rasti është i njëjtë. Kemi shkelje të drejtës së konsumatorit? Në rast se ndodh kjo, mendoj që institucionet përkatëse duhet të marrin masa. Do të ishte shumë shqetësuese nëse e njëjta aplikohej për dikend, ndërka që dikush tjetër të qëndronte besnik ndaj qytetarëve dhe ndaj konsumatorëve në përgjithësi, qofshin konsumatorët qytetarë të rëndom persona fizik, apo qofshin edhe ata persona juridik. Mendoj që atëherë do të ishte edhe më, të themi, më problematike çështja, për shkak se neve kemi një treg i cili për fat të ketë shpeshherë dhe stimulon konkurrencën jo lojale në vend, dhe kjo do të ishte një dukuri e konkurrencës jo lojale. Në rast që të gjithat janë organizuar, pra që të gjitha kompanitë që bëjnë shitjen me pakicë të karburanteve, atëherë mendoj që shteti do duhet të ulet pikërisht me ata, të bisedoj, që të amortizoj situatën dhe të shtjellohet në detaje problematika që pastaj edhe të ndërgjohet zëri i tyre. E potencova më herët, neve kemi institucionet të ndryshme, kemi inspektoratin e tregut, kemi konkurrencën për mbrojtje të, mendoj, kërkoj ndjes, kemi Komisionin për mbrojtje të konkurrencës, e cila duhet të bëj vlerësimin, konstatimin dhe pastaj të merr masat e nevojshme, sepse në rast se nuk duhet të dënoj dikën, spaku të menaxhoj dhe të kalibroj tregun në vend, që dikush të mos pësoj e dikush tjetër të përfitoj nga situata. Por e dini që sidomos në tregun e karburanteve dhe përgjithësi energjetikës, shpesh herë çmimet variojnë edhe nga plani spekulativ, pra nuk duhet të ketë diçka shumë reale, konkrete, vetëm duhet të ketë spekulime dhe pastaj gjithçka të çrregullohet në treg për fat të keq. Andaj duke pasur parasysh këtë fakt dhe faktin që e potencova më herët që neve nuk kemi mekanizma përpos rezervave shtetërore dhe taksave, akcizave kështu me radhë, neve duhet t'i paraprimë gjithçkaje që mos të kemi pastaj efekt multiplikativ në treg, rritje të çmimeve kështu me radhë. Tani ndëgjohet që qeveria do t'i takon edhe zinxhiret e marketeve në vend që të mos lejojnë të ketë rritje të çmimeve, por mendoj që është e kohë, neve kemi ligje, neve kemi ligjin të cilin po ashtu dhe neve kemi qenë propozues të atij ligji që ka të bëjë me ndalimin e praktikave jo fair tregtare. Nëse ato ligje implementohen, atë nuk ka nevojë për shqetësim. Po gjithnjë, neve si OD nuk mund të përfaqësojmë secilin individualisht, neve përfaqësojmë konceptet e shëndosha që janë parimore dhe ligjore, dhe në rast se ka ndonjë rast individual i cili bën shkelje të atilla, mendoj që institucionet duhet të reagojnë. E dini që nuk mund të tolerojmë të dëmtohen qytetarë dhe të dëmtohen biznese, sepse e dini në rast se potencohet merret, në rast se vetëm një kompani
e ka mbyllur pikën e saj për shitja, atë mendoj që tjerat janë dëmtuar dhe kjo nuk duhet të lejohet që të ndodhë. Të kthehemi pak tek qytetarët. Ju përfaqësoni kompanitë, përfaqësoni rrjetet e atyneve që bëjnë të mundshëm që produktet në fund të ditës të arrijnë deri te qytetarët. Mirë, po themi një situatë hipotetike që situata gjeopolitike nuk do ndryshon ose nuk do ndryshon për kohë të shpejtë. Rritet çmimi i karburantit, ndoshta fillojnë vreme dhe rritje të çmimit të produkteve, qytetarët vetë se më kanë filluar të shprehin shqetësimin e tyre, ata thonë që do i lënë më vetura, do të fillojnë me biçikleta. Si do të ndikonte kjo tek qytetarët tanë me këto rroga minimale, me këto të ardhura dhe të hyra që i kanë mujore ata? Se i përket pagës minimale që e potencuat, ma bët qefin të them kështu kushtimisht, sepse kemi temë të preferuar, sidomos të 2-3 vitet e fundit. Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore është i thare e parë si institucion që kemi dalë që të rriten pagat. Por neve kemi vlerësu që kemi kosto shumë të larta të pagave. Një elaborim shkurt, nga paga minimali kemi dikon 28% të pagës neto kemi kontribute. Sa më shumë rritet paga neto, proporcioni është më i lartë, për shembull t'ju tregoj për pagë 1.000 euro neto, nëse një punonjës merr pagë 1.000 euro neto, kompania apo institucioni për të paguan 520 euro kontribute, që janë shumë të larta, dhe këtë e kemi bërë një analogji dhe një krahasim me shtetet fqinje dhe më gjerë. Jemi kampion edhe në Evropë me 2 shtete tjera të cilat kanë po ashtu norma të larta, por ekonomia e tyre është shumë më e madhe se jonë dhe ne nuk duhet krahasohemi me ta. Kjo shpije deri tek jo konkurreshmëria e bizneseve tona dhe jo konkurreshmëria nënkupton është e barabartë me mos zhvillim dhe mos rritje që në fund të ditës është mirëqenie më e dobët e qytetarëve. Në këtë pikë mendoj që duhet të punohet shumë, të harmonizohen kontributet në nivel me mesataren e shteteve në rajon dhe të rritet paga neto minimale së paku 500 euro. Kjo është kërkesa jonë qysh nga viti 2021. Ka qenë edhe më herët, por nga viti 2021 kemi punuar më shumë në këtë drejtim. Kjo është e para. E dyta është se nuk është vetëm kjo problemi i qytetarëve sa i përket krizës. Problemi i qytetarëve janë edhe shërbimet publike. Kemi transport publik jo efikas. Sikur të kishim transport publik të mirë, besoni që qytetarët do të shfrytëzonin të njëjtën dhe përveç që do të ulnin kostot e tyre mujore, shpenzimet e tyre mujore, ata dhe do të rrisnin të themi eficiencën e tyre sa i përket kohës, sepse dini që transporti publik, nëse është i mirë dhe i mirë fillë dhe me një infrastrukturë të mirë, do t'jetë më i shpejtë sa ajo që të lëviz një person me automjet privat. Por nuk dua të futem në këtë pikë. Mendoj që shqetësimet e qytetarëve gjithnjë janë të drejta, sidomos atëherë kur kemi një paqartësi nga ana e institucioneve, të cilat në momente të caktuara nuk janë të sinqertë me qytetarët, dhe mendoj që neve duhet të thirremi institucioneve. Neve kemi shtet, neve jemi taksapagues, neve shteti për ato taksat që i kemi paguar duhet të na mbrojë, duhet të na ofrojë kushte më të mira, qoftë për jetesë, qoftë për zhvillim të biznesit, sepse dini që edhe në plan të biznesit neve jemi shteti në rajon, por edhe më gjerë me më pak biznese të reja të cilat qëndrojnë në 5 vitin e parë. Pra ato brenda 5 viteve zhduken dhe neve nuk kemi biznese të cilat do t'jene ardhmja e këtij vendi për fat të keq. Ndërkaq sa i përket incentivave të ndryshme, e dini që shteti jonë jep shumë subvencione për kompanitë e huaja në vend. Pra kjo ju jep një dizavantazh edhe më tepër bizneseve vendore, duke i destimuluar ata, duke ju bërë konkurrencë me djesën dhe me taksën që ata vetë e paguajnë, pastaj ato taksë merren dhe ju jepin si subvencione atyre kompanive të huaja. Nuk jemi kundër investimeve të huaja, por jemi kundër shkeljes dhe konkurrencës së padrejtë që ju bëhet bizneseve vendore. Andaj qytetarët e kanë me të drejtë shqetësimin, por vlerësoj që me një bashkëpunim sektori real, qeveria dhe qytetarët, mendoj që mund të amortizohen këto kriza. Pagat gjithsesi se duhet të rriten, por duhet të ulen kontributet, sepse besoni që edhe ju si qytetar, edhe ne dhe të gjithë ne që punojmë, paguajmë kontribute për një administratë publike të stërngarkuar, mbi 135.000 punonjës të cileve u paguhen pagat dhe kontributet, ndërkaq që dini që shërbimet janë shumë dopta nga i sektor, dhe mendoj që duhet
sinqerisht i qasëm i kësaj pune me një seriozitet shumë të madh që ta zhbëjmë këtë problem shumë serios që e kemi si shoqëri, edhe më pas të bën një realokim i duhur dhe i mirë fill të themi i atij buxhetit që do të akumulohet nga menaxhimi i mirë dhe kështu do të kemi pastaj edhe perspektivë më të mirë, qoftë ekonomike, qoftë në plan arsimor, qoftë në plan shëndetësor, kulturë kështu me radhë. Neve nuk qalojmë vetëm në ekonomi, neve qalojmë në çdo sferë tjetër dhe mendoj që situata është shumë alarmante, por mendoj që në bashkëpunim me juve si mediume mund të ndikojmë në ngritjen e vetdijes dhe pastaj qytetarët, bizneset, institucionet, kompanitë e kështu me radhë të bëjnë zgjedhjet e duhura në bazë të informacioneve të sakta të cilat ata i marrin nga ju si medium dhe përmes plasimit të ideve tona si institucione, qofshin oda, qofshin organizata apo kështu me radhë. Me atë që po thoni në këtë bisedë është që poqë se nuk i bëm një rikonstruim të tërë sistemit dhe t'i futemi që nga themelet e deri lartë, nuk mund qovim ndoshta shpresë për një periudhë më të gjatë kohore. Po shikoni, do të lidhe me një reklam të vogël për odën tonë, neve në vitin 2006, nëse nuk gaboj, 2007, si odë në filet tona të themelimit, kemi kërku që të ketë një strategji nacionale për zhvillim dhe besoni që pas shumë viteve, pra në vitin 2025, që i bie dikund gati se 18-19 vite, u sol kjo strategji nacionale për zhvillim, ku pjesë e grupeve punuesi ishim edhe në SIO-t, mendoj që këtyre problemeve që i ceka më herët u duhet një strategji e njëjtë, me konsenzus të plot, me qëllim që cila do parti pastaj ndrohet nga pushtetit dhe vjen tjetra, të ketë qenë konsensuale, pra kur të vije partia tjetër të mësot që kjo strategji nuk përkon me vizionin ton, por jo, ne kërkojmë që të gjitha të jenë të ullura në tavolinë dhe të njëjtat pastaj të implementojnë secili në formën e vet, por të dihet kaja se nga shkon. Një shembull shumë konkret do e marr, ju e dini që besoj që keni ndëgjuar edhe nga familjar, në rast se keni familjar në Mërgat, që shumica e tyre shkojnë tek mjekët tanë, shërohen atje. Pra kemi mjek, neve kemi një sistem arsimor i cili është duke prodhuar kuadro cilësor ndoshta në sektor, në fusha të caktuara, për shembull mjekësinë, por që i eksportojmë jashtë shtetit ata kapacitete dhe ata nuk kontribuojnë në vendin tonë. Dhe kjo është përpost që është humbje e taksave, humbje e energjisë, e kohës dhe kontributit të mësimdhënësve, është humbje edhe e potencialit të kthimit të investimit në vendin tonë. Andaj duhet ta marrim shembull këtë pikë dhe ta aplikojmë tek të gjitha rastet tjera dhe mund të shohim që kemi shumë individ, shumë kompani, shumë persona, shumë grupe të njerëzve që në vendin tonë nuk kanë sukses, por në momentin që dalin jashtë kufive tonë shquhen botërisht për talentin dhe për aftësitë e tyre dhe kjo është një problem shumë serios të cilin e kemi. Mendoj që duhet të mobilizohemi që të gjithë grupet, të themi grupet e interesit, shoqëria civile kështu me radhë, që të kontribuojmë në atë drejtim. Në të kundërtën, unë mendoj që ky cikël do të vazhdoj të destimuloj qytetarët, e patë edhe cenzusin gjithsesi regjistrimin e vitit 2021 që kemi një tkurje drastike të popullsisë tonë dhe mendoj që ky trend duhet të ndalet, më së miri ndalet ky trend duke krijuar kushte më të mira të jetesës në vend, duke e eliminuar ndotjen e ajrit e cila është kancerogjene për fat keq dhe duke krijuar kushte të drejta dhe të barabarta për të bërë biznes, duhet të ndërrohet mentaliteti i asaj që sapo të diplomojmë duhet të futem në administratën publike. Mendoj që sektori privat tani është duke paguar shumë më shumë se sa që paguan sektori publik, por duhet të hapet edhe dera e mundësisë që të rinjt të hapin bizneset e tyre, të mbrohen nga institucionet, nga konkurrenca jo lojale, që më pas ata të mos dështojnë dhe të mos demoralizohen, sepse dini filet janë shumë të vështira, sidomos për të rinjtë të reja. Diskutuam mbi lëvizje gjeopolitike, diskutuam mbi akcizën të vëshën. Si përfundim, kemi nevojë që qytetarët ndoshta të fillojnë të shqetësohen ose jemi në situatë kritike apo jemi në një situatë ku edhe mund të qëndrojmë të qetë, po jemi të gatshëm? Kjo e dyta më pëlqeu më shumë, duhet të jemi të gatshëm, duhet të bëhemi ndoshta edhe menaxher më të mirë edhe në plan individual e më pas edhe në plan shtetëror e institucional. Vlerësoj që përmasat e kësaj krize nuk janë të përmasës së vitit
2020 vitit me trauma jemi ne. Patjetër, po mendoj që është kjo qasje proaktive është e mirë edhe nga ana juaj si gazetar, po edhe të qytetarëve, sepse kjo tregon për një ngritje të vedijes më të lartë nga se që kishim në vitin 2019 më herët, dhe kjo tregon për një alarmim i cili vjen si mas proaktive e qytetarëve dhe biznesve, pse jo, por mendoj që i potencuam që neve si shtet kemi disa mekanizma që mund të zbusin këtë krizë, sepse është segmentale, pra nuk është gjithë përfshirëse, nuk kemi të themi, nuk kemi kuarantine që ndodhen në vitin 2020 dhe pastaj i gjithë shteti dhe gjithë ekonomia të bllokohet, por mendoj që shteti duhet të thirret tek kërkesat e qytetarëve, tek kërkesat e bizneseve, në rast se me të vërtet ka fluktuacione të çmimeve, atë mendoj që duhet shteti dhe i ka mekanizmat, mendoj që me një presion të mirëfillt dhe të matur nga ana e sektorit privat dhe nga sektori civil mund të arrijë deri në një marrëveshje, por shpresoj që nuk do të duhet të vi deri aty dhe shpresoj që gjithë kjo të tejkalojë sa më shpejt dhe t'i kthehemi normales, sepse tani më tash fillon edhe një periudhë e verës ku e dim që kvartali i dytë, pjesa e dytë e kvartalit të dytë është një ngadalësim ekonomik derisa të vijë shtatori më pas gjithçka të fillojë përsëri. Mendoj që nuk ka shumë hapësirë për shqetësim, por gjithsesi situata është ajo siç është dhe vlerësoj që me një bashkëpunim dhe me një komunikim të mirë, të sinqert mes gjitha palëve, mendoj që do të kalohet. Nuk ka nevojë që qytetarët ndoshta të bëjnë ndonjë panik. Shpresojmë që mos vije deri në atë situatë siç ndodhi në vitin 2020 ku kishim edhe tendenca për të kurje të vendeve të punës, por kjo është shumë larg asaj, kështu që mendoj që nuk ka nevojë hapësirë për ndonjë shqetësim shumë madhor. Jemi drejt fundit të bisedës së bashku, nëse keni ndonjë mesazh të fundit, qoftë për institucionet, qoftë për kompanitë, nëse jo. Unë do të kisha dashur, me që jam vetëm më këtu, do të kisha dashur që të përshëndes që të gjithë antarësinë e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke t'ju them ndonjë lavdat, nuk di për t'ju thurë diçka të tillë, por duke e përshëndetur vullnetin e tyre 20 vjeçar, nga se tani festojmë 20 vite ekzistim të këtij institucioni, dhe mendoj që për të gjithë shikuesit e juaj duhet të shërbejë si motiv dhe si shembull i mirë që në rast se një punë ka konzistencë, ka përkushtim real dhe të sinqert, mendoj që frutet do të korren herdo kur, dhe një shembull i tillë është Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Unë po ashtu si partner ndoshta medial kemi pasur edhe televizionin e juaj për gjatë viteve, qysh nga fillet e këtij institucionit, edhe pse aso kohë nuk kam qenë pjesë e Odës unë, por e di, vlerësoj që duhet t'ju falenderojmë edhe juve si medium, por edhe mediume tjera gjithsesi, sepse keni bërë një punë të mirë duke e ngritur Odën në një stad të cilin shumë kush nuk e ka menduar që do të vije, për shkak se kemi qenë të anashkaluar nga sistemi më herët, kemi qenë të anashkaluar edhe nga procesi privatizimit si biznese flas në tërësi, dhe mendoj që këtë sukses që e kemi arritur së bashku, dhe porosia ime për kompanitë është që t'i bashkangjiten Odës edhe sa më shumë, me qëllim që edhe kapacitetet e saj institucionale të rriten edhe më tepër dhe përfaqësimi të jetë më i denjë, më me peshë dhe të jetë më korrekt karshi institucioneve. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë këtë bisedë dhe realisht shpresoj që këto të cilat ne i folëm të shkojnë deri në veshin e duhur dhe të mos kemi një panik tek qytetarët. Ishte kënaqësi të kontribuoj për qytetarët, për këtë vend ku kam lindë dhe vazhdoj të kontribuoj dhe të jetoj. Dhe faleminderit për juve përsëri si medium që jeni dritarë ku ne mund të shpalosim qëndrimet tona, idejt tona, por edhe vizionin ton për çështje të caktuara, sidomos për ekonomi dhe biznes, sepse jemi institucion i thirrur pikërisht për ato tema. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Ne këtu mbyllim edhe këtë bisedë së bashku me porosinë që s'ka nevojë për panik, patjetër duhet të jemi të përgatitur, të jemi vigjilent për situatën në cilën gjendemi dhe institucionet të shohin dhe të gjejnë mënyra, mekanizma për t'u bërë sa më të lehtë qytetarëve edhe këtë periudhë, le të themi krize botërore nga luftrat të cilat janë për momentin. Gjithsesi, unë ju lëv patjetër takim nesër nga ora 15 deri në ora 16, bashkë mirupafshim.